shumë. Dua për pak momente të ndalemi edhe tek Roeli, për cilën folëm shkurtimisht. Mua më duket sikur një shpat i vogël po rritet në mesin tuaj, ai cili do t'jap dritë me buzëqeshjen e tij, siç ka dhënë shpati për 40 vite juve, familjes tuaj, por edhe krejt një kombi. Si do kishit dashur ju si familje ta ushqenit dhe t'ja kultivonit atë shpirtërorën të babait të tij, Roelit? E rëndë. O, zemra, Roeli është shumë muzikal. Mirë po. E po të rritesh në një familje si kjo e juaja, është e pamundur mendoj të mos e trashëgosh muzikën. Uroj që ta trashëgon edhe mandej, se një ndryshon, mosha i bën të vetat. Për momentin që ka ne shofim, Roeli është muzikal. Dhe me dhënë ka melodin e vetë, nëse i ndërhysh e ndalën nuk donë, i vetëmi ka qenë shpati që ka këndu dhe Roeli ka mbajt muzikën. E kupton? Tash çka më andej? Roelit i duhet një përkujdesje shumë e madhe, po shqyqyr e ka të jamën dhe besoj se ajo do ja bën ato që duhet, që ja kalon në amanet i dashuri vetë. Unë mendoj se Roelin një ditë dua ta shoh në skenë. Unë. Gjyshja sigurisht se po, dhe non e vetë sigurisht se po. Por a do ta merr atë rrugë, ne nuk e dim. Nuk e dim a do t'jemi edhe në jetë, nga se mosha e bën të vetë. Po gjithsesi, këtë që shohim, kështu duam ta shohim. Të jetë një zavendësim. Dhe ndoshta Zoti shpatin e ka po e rritën për së dyti. Dhe ai kur lëvizën në përshpinë, mendojmë se unë kthehem në kohë. Thë more, a o shpati, a o Roeli, sikur e rrisish 2 herë shpatin. Në qenë se na kthyet në një retrospektiv të hershme në fëmirinë e shpatit, dhe ndoshta kjo është një farë paralele që ju po e bëni tani instinktivisht, shpirtërisht, duke e parë edhe Roelin, ndoshta në ato skena që e keni parë dikur shpatin, duke i dhënë ato sinjalet e para, talentin për muzikën, ato koncerte që i ka bënë në shtëpi. Po, ky përdallim nga shpati nuk është i koncerteve, por ky kalon në një aneks aty qosh në një vend merë, edhe në qetësinë e vetë. Artist më intim, ndoshta. Po, e do atë privatësinë e vete, nuk e do zhurmën shumë, shpati ishte i zhurmshëm, mirë po melodinë e ka. Dhe do të shkosh nga afër ta ndigjosh, nëse të shef se e ndigjosh e ndërpret. Po këndove edhe ti me atë e ndërpret krejtësisht. Nëse nuk i ndërhysh, vazhdon me atë melodinë që ka dhe duket se ka vokal. Tash do e shohim. Uroj dhe lutem që të vazhdon. Urojmë edhe ne. Dhe sigurisht se duhet kujdes, duhet përkushtim, duhet mbështetje. Do shohim se çka do të ndodhen për ato që vijnë pas. Mbaron një kapitull dhe vazhdon tjetri. Jeta është me cikle dhe si të tillë duhet kuptuar të gjithë.